Kryeministri Edi Rama do të donte të zgjidhte problemet e shqiptarëve përmes ngjyrave, por ai tashmë e ka kuptuar se në pozicionin që mban, ky nuk është një opsion. I ftuar i nderit në çeljen e pavionit zviceran në Bienalen e Venecias, kryeministri ka rrëfyer në bashkëbisedimin me arkitekt dhe artist për eksperiencën e tij të ndryshimit. Unë nisa duke thënë që pritshmëritë e larta janë pjesa më e tmerrshme në jetën politike. Njerëzit kanë nevojë për punë dhe për shumë çka tjetër që nuk mund të zgjidhet nga ngjyrat, por unë besoj shumë që ajo domethënie që ngjyrat patën për qytetin ishte një leksion i madh që e bukura mund ta rindërtojë ekonominë dhe që e bukura mund të rindërtojë ndjenjën e jetës së përbashkët, ndjenjën e komunitetit dhe të solidaritetit. E bukura mund të sjellë gjithashtu edhe më shumë rregull e ligj sesa policia dhe forca. Por më shumë se sa me ngjyrat, sipas kryeministrit, kjo ka të bëjë me hishimin e hapësirës ku jetojmë dhe shembulli është ky. Unë kam parë zona periferike me shkallë të lartë kriminaliteti, se si kanë ndryshuar thjesht duke transformuar hapësirën e tyre publike, ndërsa kam parë edhe zona të tjera ku kriminaliteti është rritur, megjithse numri i policisë është rritur, megjithse numri i arrestimeve është rritur, megjithse forca është rritur. Kryeministri Edi Rama në këtë vizitë në Itali për të marrë pjesë në çeljen e pavionit shqiptar në Bienalen e Venecias, u ndal fillimisht në Verona. Në takimin me kryebashkiakun Flavio Tosi, ai kërkoi bashkëpunim mes Durrësit dhe Veronës dhe për faktin që përveç potencialit turistik, këto qytete kanë të përbashkët edhe amfiteatro të ndërtuar gjatë perandorisë romake.